Rreth 60 basketbollistë dhe basketbolliste të komunës së Gjakovës që nga hëna kanë nisur stërvitje intenzive me trajner në sallën e sporteve Shaninushi. E vetëm 15 prej tyre do të përzgjedhen nga Federata e Kosovës në basketbol për të shkuar më tutje në Prishtinë për të përzgjedhur më pas atje për përfaqësuesen e Kosovës në basketbol për gjeneratat U12 dhe U14. Driton Raci, një nga trajnerët i cili po punon me këta fëmijë, thotë se ata po angazhohen maksimalisht dhe se pret që ata do të tregohen të suksesshëm në të ardhmen. Kanë më përzgjedh vjej trajneri i huaj në Krisi, ka më ardhur, po edhe mendimin e neve dhe do të shkojnë në Prishtinë. Kora përshkon fenomenal. Unë më mendoj se momentalisht i kena Kobrum, Gjakov Kobrum, dhe shpresoj se të na përzgjedhen edhe atje për reprezentacionin e Kosovës. Edhe këta basketbollistë po thonë se po ushtrojnë 2 herë në ditë dhe se presin rezultate pozitive nga përzgjedhja që do të bëhet më tej. Trajnerat po na mësojnë shumë mirë që çdo ditë më bëjmë më të mirë. Na kena më punu edhe nesër. Po nesër kemë na provu një trajner amerikan për përfaqësuesit e Kosovës. Stërvitjet shkojnë shumë mirë, kemi stërvitje 2 herë në ditë për shkak të garave, edhe trajnerat i kemi perfekt, stërvitjet janë shumë të mira. Ky kamp i basketbollit është bërë i mundur edhe me mbështetjen e Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport në komunën e Gjakovës.